Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete, këtë herë për të ndarë një rrëfim të tmerrshëm, për të ndarë një rrëfim të paimagjinueshëm. Këtë rrëfim na e ka shkruar nusja e kësaj shtëpie, e cila rrëfen tmerrin që po e shikon çdo ditë në atë shtëpi. Në fakt ajo nuk dëshiron t'ju beson syve të saj se çfarë është duke bërë Vjera kundër familjes së saj, kundër shtëpisë. Isha martuar prej 7 vitesh dhe mendoja se e njihja çdo qosh të asaj shtëpie. Kur hyra nuse, më thanë se një familje nuk ndërtohet vetëm me dashuri, por me durim, respekt edhe me heshtje. Dhe unë heshta shumë. Heshta kur ndjesha e huaj. Heshta kur qaja natën. Heshta kur kuptova se disa sekrete në një familje nuk duhet zbuluar kurrë. Vjera ime ishte një grua shumë e fortë. Në sytë të gjithëve, ajo dukej si një nënë shembullore, një bashkëshorte e përkushtuar dhe një grua që mbante familjen bashkë. Fqinjët e përshëndesnin me shumë respekt. Në lagjen ku ne banonim, flisnin mirë për të. Askush nuk donte ta imagjinonte se pas buzëqeshjes së saj, fshihej një jetë krejtësisht tjetër. Kur u martova me burrin tim, mendova se po hyja në një familje të qetë. Vjeri ishte një burr i heshtur, punëtor e i lodhur nga jeta. Nuk fliste shumë, por kishte sy të mirë. Më trajtonte si vajzën e tij. Më pyeste nëse kisha ngrënë, nëse lodhesha, nëse më mungonin prindërit e mi. Dhe kjo gjë më bënte që të ndjesha e sigurt. Por me kalimin e kohës, fillova të vëreja diçka të çuditshme tek Vjera. Ajo dilte shpesh. Jo si gratë e tjera që shkonin për pazare apo për vizita. Dilte gjithmonë e rregulluar tepër. Vendoste parfum të rëndë, lyente buzët me kujdes dhe ndryshonte sjellje. Ishte si kur bëhej një tjetër njeri. Në fillim, me thënë drejtën, nuk i kushtova rëndësi. Mendova se ndoshta dëshironte të ndjehej akoma e re. Por një ditë, ndodhi diçka që mua më trazoi. Isha duke pastruar dhomën e saj sepse ajo kishte dalë. Telefoni i saj rambi komodinë. Me thënë të drejtën, nuk e kisha zakon që ta prekja. Nuk doja që t'i prekja gjërat e saj, por telefoni vazhdonte që të binte. Mendova se mos ishte diçka urgjente. Në ekran shkruhej vetëm një emër, i panjohuri. Zemra më rau fort. Nuk e di pse, por ndjeva diçka të keqe. Telefonata pushoi. Pas pak erdhi një mesazh. Nuk duroj dot pa të parë. Më mungove tje. Mbeta pa frym. Nuk doja ta besoja, mendova se ndoshta ishte një keq kuptim. Ndoshta dikush i kishte shkruar gabim.
E lash telefonin aty dhe vazhdova punën, por mendja nuk më rinte. Kur ajo u kthye, fytyra e saj shkëlqente. Kishte atë buzëqeshje që nuk e kishte kur rinte me familjen e saj. Ditët kalonin dhe unë fillova të vëzhgoja më shumë. Fillova të kuptoja se telefonin nuk e linte më askund. E mbante gjithmonë pranë. Dilte në balkon për të folur, fshinte mesazhet më njëherë. Kur një natë, ndërsa po çoja rrobat në korridor, dëgjova zërin e saj duke folur ulët. Mos më telefono kaq vonë. Ai është në shtëpi. Në atë moment unë u ngriva. Aty kuptova se nuk ishte rastësi, po tradhtonte. Dhe buri që tradhtohej ishte vjeri im. Ai buri qetë që i sillte kafen çdo mëngjes. Ai bur që i hapte derën sa herë ajo kthehej. Nuk e dija çfarë të bëja, nuk flija natën, mendoja nëse duhej t'i tregoja burit tim, por kisha frikë. Nëse e thosha, familja mund të shkatrohej. Nëse heshtja, ndihesha bashkëfajtore. Por halli më i madh nuk ishte vetëm sekreti. Halli im filloi kur Vjera kuptoi që unë dyshoja. Një pasdite më tha të shkoja me të në qytet. Mendova se donte të blinte diçka. Hypëm në makinë, nuk folëm shumë. Ajo ndaloi para një kafeneje dhe më tha, do presim dikë. Nuk kuptova. Pas pak hyri një burr. Ishte më i ri se ajo, u ul pranë nesh. Vjera buzëqeshi ndryshe. Ishte buzëqeshje që nuk ja kisha parë kurrë. Më prezantoi sikur të ishte një mik i vjetër. Por mënyra se si shieshin nuk ishte miqësi. Unë ndihesha në siklet. Doja të largohesha. Dhe kur ai u ngrit për të ikur, Vjera më pa drejt në sy. Dhe më tha, mos u bëj naive. Në jetë secili kërkon lumturinë, ndërsa unë nuk fola. Pastaj ajo shtoi diçka që më tronditi. Edhe ti je e re. Mos mendo se duhet të jetosh vetëm për burin. Aty e kuptova. Ajo po tentonte të më tërhiqte në të njëjtën rrugë. Filloi të më fliste për burra që komplimentonin gratë martuara. Më tregonte histori të grave që kishin lidhje të fshehta. Dhe një ditë më tha, nëse ndonjë mashkull të pëlqen, mos e ndalo veten. E ndjeva veten të ndotur. Nuk ishte vetëm tradhtia e saj, ishte fakti që donte të më përfshinte edhe mua. Fillova që ta shmang, nuk rija vetëm me të, nuk i tregoja asnjë gjë. Por ajo ndryshoi. Filloi të më shihte me një sy tjetër. Sikur të isha kërcënim, sikur kishte frikë se unë do flisja. Një natë ndërsa po rinim në kuzhinë vetëm, ajo më tha, disa gjëra duhet marrur me vete në varr. E kuptova që ishte paralajmërim, mbeta pa fjalë. Më vinte keq për Vjerin. E shihja si e priste në darkë, si i mbushte goten me ujë, si e pyeste nëse lodhej. Ai nuk dinte asnjë gjë. Ndoshta e ndjente, por nuk donte që ta besonte. Edhe një ditë e pash Vjerin duke parë foto të vjetra të martesës. Ishte ulur vetëm i shkreti. Kishte një buzëqeshje të trishtuar edhe më tha, gruaja ime tha ka ndryshuar, nuk e di pse. Më therën fjalët.
desha ti tregoja, por nuk munda. Sepse nuk doja të isha unë ajo që do t'i shkatronte botën. Kaluan muaj. Sekreti po më hante nga brenda. Ndjesha e burgosur me së vërtetës së heshtjes. Një natë Vjera nuk u kthye në shtëpi, deri vonë, ndërsa Vjeri rinte zgjuar në sallon. Ora kalonte. Kur ajo hyri, tha se kishte qenë tek një shoqe. Por unë e pash, në qaftë kishte parfum mashkulli. Vjeri nuk vuri re asnjë gjë. Ai vetëm i tha, u vonove. Ajo buzëqeshi dhe shkoi në dhomë. Unë nuk durova dot më. Hyra në banjë edhe qava. Sepse e kuptova që jo çdo tradhti bëhet. Disa tradhti jetojnë në heshtje. Dhe më e dhimbshme ishte se unë mbaja një sekret që nuk është i imi. Sot ende jetoj në këtë shtëpi. Ende e shoh Vjerin që nuk di asnjë gjë. Ende e shoh Vjerën që jeton mes dy jetëve. Dhe unë jam nusja që di gjithçka. Por nuk e di nëse heshtja ime është besnikëri apo është frikë.